Ajo ka qenë presidente dhe mësë mirë e din. Ajo është juriste dhe mësë mirë e din se çka do të thotë mushkel kushtetuta vendit. Kjo është një deklaratë e vëndshme, një deklaratë që është në vijë me kryetarin e partisë. Derisa këto ditë nuk është e kemi parë shumë të zëshme, zonjë Osmani. S'kanë qenë asnjëri të zëshëm, as kryetari, as zonja Osmani. Dhe unë kam prit nga zonja Osmani që kjo të del mbi veten dhe mbi partinë, sepse ka qenë bartës e listës dhe kandidate për presidente nga Lidhja Demokratike, dhe më së miri një problemin e shkeljes së kushtetutës, sepse ka qenë vetë presidente e vendit dhe të deklarohet se a është shkel kushtetuta deri sot nga partia fituese apo është shkel nga partitë opozitore. Pra është dashur të jetë më aktive. Pse nuk ishte? Shiqë, unë mendoj që këtu ka pas në Lidhjen Demokratike kalkulime. Ka pas deklarata nga zoti Abdi Xhiku, për të cilën nuk dua ta kritikoj, por Lidhja Demokratike ka pas të idërë të guximshme çdo herë. Nëse nisemi nga Rrugova e vim deri te Abdi Xhiku. Prandaj ky ka qenë duke kalkulu për ndoshta pozita, transfer për njerëz të cilët i ka më për qefi. Prandaj edhe zonja Osmani dhe zoti Abdi Xhiku kanë qenë pasiv, ndërsa deputetët të tjerë, të cilët kanë qenë të pakënaqur me zotin Abdi Xhiku dhe kanë qenë në nënshkrues për shkarkimin e tij, kanë qenë shumë të zëshëm. Ne kemi po çdo ditë me statuset tyre nëpër Facebook-a, ndërsa liderit i tyre dhe zonja Osmani kanë qenë pasiv. Kjo deklaratë është e mirë, por kjo do të tregoj edhe atë se a shkel kushtetuta dhe kush ka shkel kushtetuta. Dhe duhet ja bëj qytetarëve të qartë dhe votuesve vetë, sepse ndoshta nesër shkojmë në zgjedhje. Si kemi arsitu para qytetarit të Republikës Kosovës, si kemi me kërku votën të votues të Lidhjes Demokratike, kur ti atëherë ju thu, ata kanë shkel kushtetutën. Qytetari duhet të jetë informuar çdo kohë dhe votuesi po ashtu duhet të jetë informuar çdo kohë që dikush e çon vendin e zgjedhje dhe nuk jetë ti fajtori, por është dikush tjetër. Prandaj këta kanë qenë pasiv, mendoj që kanë bërë kalkulime kur e kanë pasur që deputetët janë këmbgulës, që të mos ketë bisedime, sepse e tha kolegu i nderuar, këta kanë pasur një fat me lëvizjen vetëvendosjen e një qeveri të kaluar, ku 12 natë që janë shkarku ministrat e tjerë të tjerë. Kanë shije të keqe nga bashkëpunimi. Prandaj duhet me ditë edhe këta qëre, në Kosovë nuk ka besim në mes subjekteve politike. Askush askujt nuk e beson. Mandja subjektet politike opozitore nuk e besojnë shoqërshojt. Pra duhet të krijohet një besim. Dhe ky besim në këtë legislaturë nuk ka. Unë e shoh zgjedhje që do të ketë dhe më pas kushdo që të fiton, le të shtrin dorën e pajtimit, i fiton 55 deputet lëvizja vetëvendosje, le të japin 20 votën blanko dhe le të qeveris me 3 institucionet e vendit. Ju zotëri Jakubi, si po e shihni këtë reagim të zonjës Osmani? Shikoni, evolimi i politikë i zonjës Osmani deri ditën e sotme merr për barë apo barën